Por e kam edhe një emocion tjetër shumë të fortë. Edhe bashortja ime është nga Dardania. Për një fjallë rasti, të ftoj zotrin Hajrullah Sheku, kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit. Dardani, faleminderit për këtë pritje madhështore, na keni ngrohtë zemrën, edhe uroj që me zemrat të ngrohta do t'jemi deri me 12 tetor për festën tonë të madhe gjithë së bashku për Prishtinën tonë. Unë sonte duhet të pranoj para jush që kam emocione, dhe këto emocione lidhen me lagjen Dardania, po a shpjegoj pak shkurtimisht sepse janë emocione personale dhe lidhen me jetën time. Emocionet janë të shumë fishta, po e filloj nga emocionet e fëmijërisime që lidhen me Dardanin. Sa herë si fëmijë që kam marrë në Prishtinë, kryesisht kam qenë në Dardani sepse hala ime ka banu këtu në Dardani dhe këto janë emocionet e para që i ko marrë unë për Prishtinën përmes Dardanis. Emocioni imi dytë me Prishtinën, prap me Dardanin, lidhet me ardhjen time në Prishtinë, me njerë pas lufte, lagja e parë, ku kam banu, mase që ko marrë në Prishtinë, është Dardania, banesa prapa postës së madhe, vitet e parat mia në Prishtinë i kam jetu në Dardani, për këtë arsye Dardania më ka bo me u dashuru në Prishtinën tonë. Por e kam edhe një emocion tjetër shumë të fortë. Edhe bashortja ime është nga Dardania. Ajo e ka kry shkollën pikësh këtu në shkollën Dardania, dhe unë jam shumë i lumtur që kam kaq shumë lidhje edhe personale edhe familjare me Dardanin, e natyrisht Dardania për te lidhjeve të mia personale dhe emocionale është një lagje që i ka dhënë shumë, jo vetëm Prishtinës. Shumë emra të mëdhenj, të artit, të sportit, të dije janë nga Dardania dhe unë sonte përkulem me shumë respekt ndaj kësaj lagje, e cila është një nga lagjet më të njoftuna, më të mira të kryeqytetit tonë, mirë po edhe me shumë probleme në të njëjtën kohë. Prandaj dhe Prishtina e bashkë me të edhe Dardania kanë nevojë për vizion. Mua më vjen shumë keq që disa nga kundërkandidatët nuk e duan fjalën vizion sepse ata premtojnë ndryshime të shpejta. Mirë po ju keni pa çka ndodh kur premtohen ndryshime të shpejta e premtohen mrekulli. Nuk ndodh asgjë sepse duhet para së gjithash qasje serioze, duhet punë sistematike, duhet përkushtim, po duhet edhe me dashur këtë vend. Pa dashur këtë vend nuk mundesh me ndreq. Ky është vizioni ynë. Kjo është qasja jonë, sepse pas kaq shumë viteve ka ardhur koha që problemet e Prishtinës me i zgjidh me themel. Jo improvizime e jo fasada, por përkushtim
që me i zgjidh problemet njëherë për gjithmonë, me shumë e madhe për Prishtinën tonë që edhe sot përballemi me mungesë të ujit të pijes, me sistem të ujësjellësi që rreth gjysma e ujit humb në sistem duke ardhur në shtëpitë tona. Fatkeqësi shumë e madhe që Prishtina jonë ende ka probleme me kanalizim, edhe atë fekal, edhe atë atmosferik. Fatkeqësi shumë e madhe që në shumë lagje e fshatra të Prishtinës ende kemi kolektor e kanalizimet të hapura që kundërmojnë dhe janë burim i sëmundjeve. Për këtë arsye, duhet vizion, duhet përkushtim, duhet durim, duhet guxim, e të gjitha këto ju e dini. I ka vetëvendosja dhe do t'i kemi edhe në qeverisjen tonë të ardhshme. Të dashur banor të Dardanisë, shumë ndërtime në periudhën e pas luftës nuk i kanë zgjidhur problemet e juaja. Aty ku kemi ndërtuar, është ndërtuar keq, është ndërtuar mrapsht, dhe sot, edhe pse kemi investuar shumë, problemet i kemi përsëri evidente. Propozimi ynë, qasja jonë është shumë e thjeshtë, njëherë planifikim, pastaj ndërtim. Koeficientet e ndërtimit nuk duhet jenë aty për përfitimet të disave, por për përfitimet të përgjithshme për qytetin, për lagjet tona. Ne kemi nevojë që përmes ndërtimit, pra nuk kemi asgjë kundër ndërtuesve, përkundrazi ata i shohim si mbështetës të vizionit ton, por ndërtimi bëhet me planifikim. Koeficientet nuk bëhen për përfitimin e disave, por për t'i bërë lagjet tona të jetueshme në mënyrë që ne banesat tona të mos i kemi vetëm sa për të bërë një gjumë, po ta kemi hapësirën tonë publike, ti kemi qerdhet, ti kemi parqet, ti mirëmbajmë ato dhe t'jetojmë si në një kryeqytet evropian. Platforma Prishtina 2035 është platformë e qytetarëve, sepse hapësira publike i takon qytetarëve, sepse lagjet tona duhet të jenë të jetueshme, sepse trafiku duhet të lëvizë, sepse mbeturina duhet të mbledhen, sepse parqet duhet të mirëmbahen, sepse rrugët tona duhet të jenë të ndriçuara. Pra, kërkesa e banorëve është në fakt elementare e në fatkeqësi sot ende kemi probleme bazike. Një nga ato probleme janë edhe shkollat e kryeqytetit tonë. Shkollat tona duhet të jenë ambiente të këndshme për fëmijët tonë. Dhe kur punojmë për shkolla, duhet jemi shumë të kujdesshëm se si trajtojmë fëmijët tonë. Nuk bën eksperimente kurrist fëmijëve të nxënësve. Nuk ka mundësi me nis mësimin tërditor pa i bërë reformat e duhura paraprakisht. Me ambientet e shkollave të Prishtinës nuk ka hapësinë as fizike për mësim tërditor. Prandaj paraprakisht duhet të rinovojmë shkollat, duhet të rrisim hapësirën.